Përshëndetje dashur miq, unë jam tenor Ismet Veseli dhe për momentin po ndjekni podcastin Aulos në Radio Televizionin e Maqedonisë, programin në gjuhën shqipe. Në këtë podcast kemi pasur mysafirë të ndryshëm, mysafirë të cilët kanë ardhur dhe kanë folur për muzikën klasike, kemi biseduar edhe për instrumente të ndryshme, ndërsa sot në episodin e 40 të këtij podcasti do të bisedojmë se çka thot filozofia për artin e në veçanti për muzikën klasike. Sot në studio kam mysafir profesorin Kushtrim Ahmeti, profesor mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, ju faleminderit për ftesën dhe mundësinë për të folur për këto tema kaq të rëndësishme, por që fatkeqësisht nuk po gjejnë vend në debatet dhe në emisionet e ndryshme televizive. Ndoshta është hera parë për mua që në një emision të këtillë, domethënë edhe për nga përmbajtja, por edhe për nga mënyra e realizimit po marr pjesë dhe ndjej një kënaqësi të veçantë. Shumë faleminderit. Profesori vjen nga Kumanova, njësoj si unë. E kam patjetër ta përmend. Profesor, para se të flasim për filozofinë dhe se çka thot filozofia për artin edhe kulturën, kisha dashur të bisedojmë se si ka qenë kontakti juaj i parë me muzikën. Diçka që ndoshta ka lidhje të bëjë edhe me podcastin tonë. Po, domethënë kam të freskëta ato kujtimet kur si nxënës i shkollës fillore, kemi qenë pjesë e orkestrës shkollore dhe ndoshta atë hapat e parë ose atë kontaktin e parë me atë muzikën e mirëfillt kemi pasur prej atëherë. Kujtoj të gjithë ata mësimdhënës të cilët me zell dhe me një angazhim të pashoq janë përpjekur që tek ne të mbjellin këtë dashuri ndaj artit dhe ndaj muzikës dhe pikërisht ndoshta këtu i ka rënjët edhe ajo dashuria ndaj muzikës klasike që e kemi kultivuar domethënë me vite, sepse në atë kohë domethënë di që si fëmijë, si shkollar të shkollës fillore, pikërisht kemi qenë të familiarizuar me kompozitorët më të njohur botëror, domethënë jemi përpjekur që t'i luajmë ato pjesët e tyre, tash sa e kemi arritur, por me rëndësi ka qenë ajo që kemi qenë të organizuar, domethënë si orkestër, në për ato shkollat, domethënë ato festat e shkollës kemi marrur pjesë, madje edhe në për gara të ndryshme dhe besoj që ka qenë një angazhim shumë i rëndësishëm i cila thashë edhe më herët ka mbjellur edhe tek ne dashurinë për artin. Profesor, sa mendoni që muzika e artin përgjithësi ndihmon për krijimin e një identiteti për një komp? Po mirë potencove, domethënë është një element mjaft i rëndësishëm dhe nuk është e rastishme që ka qenë pjesë e të gjithë sistemeve të edukimit, domethënë edhe të gjithë filozofët që nga antika artin dhe ato forma të ndryshme artistike i kanë pasi pjesë të një sistemi të mirë, domethënë edukativ, i cili do të krijonte njerëz me identitet, domethënë edhe kombëtar, por edhe individual, sepse domethënë ato teoritë e identiteti nuk është njëjës, por është shumës, domethënë gjithmonë dhe ka shtresa të shumta të cilat në një farë forme ndikojnë dhe krijojnë ose përcaktojnë atë çka do të jetë ai individi i ardhshëm për shoqërinë. Është shumë e rëndësishme i kultivimi dhe edukimi shpirtëror dhe pikërisht edhe Platoni dhe shumë filozofë të tjerë kanë konsideruar se pikërisht me anë të formave artistike dhe me anë të edukimit artistik, domethënë mund të arrihet kjo tek individi. Pse zgjodhet filozofinë? Filozofia, domethënë, ka qenë një lloj dashurie, mos them shikim parë, por ka qenë një diçka që më ka tërhequr, domethënë në grackën e saj, nëse mund të them ashtu, edhe pse paraprakisht me letërsi, domethënë letërsia dhe ai mishrimi me letërsinë ka qenë ndoshta parsor në të kuptimin që leximet e shumta, domethënë të cilët i kanë bën në letërsinë botërore dhe letërsinë shqipe, kanë arritur deri në atë nivel saqë kanë kaluar në filozofi për faktin se aty kam gjetur domethënë një lloj sfide më të lartë. Dhe pikërisht aty ka filluar, domethënë ndoshta në mënyrë krejtësisht të pavetëdijshme ajo lidhja me filozofinë dhe ka qenë e befasishme edhe për familjen, por edhe për mësimdhënësit e shkollës së mesme, përcaktimin për të studiuar filozofinë, jo për diçka tjetër, por si njerëz cilët kanë dashur domethënë që të jemi të suksesshëm në profesionet tona, më tepër orientimi ka qenë ka këto degët më profitabile dhe gjithmonë jam ballafaquar me pyetjen çka do të punosh dhe me çka do të merresh ti. Me çka do të jetosh. Me çka do të jetosh, domethënë paga shumë sikur ju artistët se dhe filozofia bashkë me artin, domethënë
hyn në grupin e shkencave humane, domethënë ato klasifikime ndërkombëtare kur bëhen artet edhe filozofia janë diçka e veçantë, domethënë në mënyrë përbashkët. Dhe kështu ka filluar ai rrugtimi i cili më vonë domethënë u bë edhe profesion, domethënë që e ushtrojmë edhe sot. Përndryshe jam ligjërues i filozofisë në Universitetin e Tetovës dhe në universitete tjera ashtu si na ftojnë sipas nevojës dhe sipas bashkëpunimeve të cilat i kemi. Kjo detyra si ligjërues a ju jep kënaqësi, është e vështirë? Po, gjithsesi, domethënë atë kënaqësinë e vërtet pikërisht e gjejmë në ligjërim dhe në spaku në këtë jetën e deri tashme akademike kam pasur angazhime edhe të cilat ndërlidhen me punët e menaxhimit të universitetit dhe të fakultetit, por që besoni ajo pjesa e ligjërimit ka qenë ajo pjesën të cilën e kemi gjetur veten dhe gjithmonë nuk e kemi konsideruar si angazhim, po si një forme e pushimit, nëse mund të them ashtu, sepse angazhimi, ligjërimi dhe angazhimi me studentët gjithmonë është ajo që më ka plotësuar dhe përpiqem gjithmonë që ta jap maksimumin në kuptimin e ofrimit të asaj çka ata presin prej nesh, por edhe asaj që është duke ndodhur domethënë në zhvillimet e ndryshme botërore sa i përket fushës së filozofisë. A vazhdoni ende të studioni për filozofi? Po, edhe sot? Patjetër, domethënë filozofia është një fushë e cila asnjëherë nuk mund të ndjesh atë sigurinë e plotë se unë e kam konsumuar. Po, njësoj si muzikë, besoj edhe në shkencat tjera. Dhe gjithmonë kur ju rikthehem disa prej veprave të cilët ndoshta i kemi lexuar dhe jemi marrë shumë me to, gjithmonë gjejmë diçka të re. Domethënë e fundit që jam duke lexuar dhe studiuar është Lindja e biopolitikës nga filozofi francez Michel Foucault. Është një filozof që lidhet me postmodernizmin dhe në të cilin unë kam doktoruar, domethënë disertacionin e doktoraturës e kam për të, dhe më besoni tash këto ditë, domethënë ju riktheva asaj vepre të cilën e kam shqyrtuar gjatë përgatitjes së tezës së doktoraturës dhe habitesh se sa gjëra të reja mund të gjesh që ndoshta atëherë i ke pa në një prizëm tjetër, por i ke arritur domethënë që ti shikosh tash nga një prizëm krejtësisht tjetër. Profesor, po i kthehemi pak artit edhe muzikës klasike. Çka thon kokat më të mëdha të filozofisë për artin në përgjithësi e pastaj për muzikën? Po, domethënë sa i përket filozofisë dhe artit, ky raporti është mjaft i ndërthurur dhe do të kisha thënë edhe mjaft kompleks. Kemi një lloj zhvillimi të përbashkët të filozofisë dhe të mendimit filozofik për artin, domethënë që nga antika sado që ekziston një disiplinë e veçantë, besoj që edhe shikuesit kanë njohuri që quhet estetik dhe që diku 1750 konsiderohet si viti themelimit të saj me Alexander Gottlieb Baumgartenin, por që mendimi i artit ka filluar kjo me paraqitjen e filozofisë, konkretisht në atë periudhën antropologjike. Kemi Platonin i cili për herë të parë në mënyrë serioze, domethënë ju qas artit, madje kemi edhe pasuesin e tij Aristotelin, dhe prej atëherë domethënë daton ky lloj angazhimi filozofik për artin. Gjithmonë unë edhe kur e sqaroj atë teorinë e ideve të Platonit, e marr këtë teorinë e artit si një formë, domethënë për ta pasur më të qartë studentët, mendoj që është njëra prej mënyrave më të kapshme për të trajtuar teoria e ideve të Platonit, pikërisht përmes idesë ose konceptit të së bukurës që ai e ka shpjeguar aty. Platoni është idealist dhe domethënë mendon që çdo gjë që ekziston në botën materiale është një lloj reflektimi i asaj botës së vërtet ideale, ku kemi një lloj hierarkie të ideve, ku ideja e së mirës së përgjithshme qëndron në kulmin e asaj hierarkie dhe ideja e së bukurës bashkë me idetë të tjera janë po në atë hierarki dhe Platoni parashtron gjithmonë pyetjen çka e bën që të jetë e bukur edhe një lule, edhe një vajzë, por edhe një kafshë. Domethënë kemi të bëjmë me tre lloje, tot pikërisht është prezenca e idesë të së bukurës që është një trajtësisht domethënë e prezantuar aty. Dhe shkon edhe më tutje thotë çka e bën që edhe kur ato nuk mos të ekzistojnë, domethënë kur ajo lule të vyshkët, kur ajo vajzë të vdes ose kur ajo kafshë të ngordh, thotë të jenë prapë të bukura në mendjen tonë. Pikërisht është ideja e së bukurës. Domethënë ideja e së bukurës që gjen mishërimin e saj në forma të ndryshme artistike, është ajo të cilën në fakt Platoni e ka trajtuar fillimisht tek vepra shteti, sado që një pjesë të veprës shteti ja kushton pikërisht artit dhe funksionit të artistëve
por dua të them që nuk ka qenë shumë, si themi, pozitivisht ndaj artit dhe ndaj artistëve. Kjo sipas gjitha gjasave për shkak të rivalitetit me Homerin, të cilin e ka pasur. Dhe çka thot Platoni, thot në shtetin ideal, sepse ideja e librit Shteti është krijimi i një shteti ideal, që ai ka menduar, domethënë si një lloj njeriu në përmasa gjigante, thot që disa prej artistëve do t'u ndaloja, domethënë hyrjen, rastin konkret Homerin, përkatësisht në ato pjesët në të cilët Homeri tregon vajtimin e trimave për humbjen e shokëve dhe për humbjet në përgjithësi të cilët i kanë pësuar në luftë, do të ndaloja sepse ndikon në mënyrë negative tek njerëzit, tek populli, sepse në asnjë farë forme, domethënë nuk do të duhej të kuptonin se trimat janë ata të cilët derdhin lot ose vajtojnë pranë një lloj forme, një lloj cenzure, sado që për format të cilët në fakt ai do t'i lejonte në shtetin e tij janë forma artistike të cilët edhe sot e kësaj dite i kemi odat, për shembull, ose ditirambet e kështu me radhë, të cilët krijojnë një lloj fuqizimi tek njeriu, një lloj ndjesie morale e kështu me radhë. Por Platoni i rikthehet edhe mitit të krijimit të artit, në fakt aty konsideron që Prometeu kur e mori zjarrin nga qielli për t'ia dhënë njeriu i cili ishte i hudhur në atë pafuqinë e tij, thot mori edhe endjen, thurjen dhe kalitjen e metaleve. Në fakt to janë ato të cilët grekët i vjetër i quajnë si tekne, prej ku ka ardhur dhe fjala teknik dhe një farforme është një lloj shpjegimi për artin. Dhe përgjithsisht, domethënë në antik kemi atë konceptin mimetik të artit, domethënë që kemi edhe tek Aristoteli. Platoni mendon në kuadër të kësaj ide se nëse gjërat e botës material janë një harp larg realitetit të vërtet që është ideor, veprat artistike janë kopje e tyre. Domethënë janë kopje, pra mimezisi tek Platoni, domethënë e ka funksionin degradues, në fakt sipas tij ideja e vërtetë të vepra artistike degradon. Për dallim prej Aristotelit, i cili po ashtu konsideron që është arti mimetik, por që konsideron që nuk kemi degradim për faktin se Aristoteli thotë që kemi për shembull prezencën e idesë në vetë sendet materiale. Nuk është as para sendeve materiale, as pas sendeve materiale, por është prezente aty, dhe në fakt ai konsideron që aty ku përfundon natyra, në fakt vazhdon artisti, domethënë aty përsosshmërinë e vërtet sipas të gjërave të cilët i kemi të krijuara në natyrë, sipas Aristotelit pikërisht krijohet nga ana e artistit. Për më tepër që tek poetika, që është ndoshta trajtimi i parë më serioz të cilin e kemi në filozofi për artin dhe për artistikën, dhe kemi domethënë edhe koncepte të cilët edhe pas 2000 viteve, domethënë janë aktuale dhe janë padiskutueshme, domethënë që ka arritur Aristoteli, pikërisht është vepra e tij poetika. Vetëm një kisha dashur ta potencoj konceptin e katarsisit, domethënë atë spastrimin ose atë që Aristoteli thotë atë sublimimin e ndjenjave përmes tragjedisë, domethënë sepse tragjedia greke është konsideruar si forma më e lartë artistike, ku kemi pasur edhe prezencën e muzikës dhe formave të tjera muzikore aty. Domethënë ajo ndjenja e frikës, dhe ajo ndjenja e tmerrit, domethënë që ne bashkëpërjetojmë, edhe sot kur shohim një lloj si themi vepre artistike me kompozicion tragjik. Domethënë ajo shpërlarje ose ai spastrimi në aspektin e ndjenjave, kur ne na bën emocional, kur ne ndonjëherë çajmë atë si themi personazhin kryesor ose kur ne e ndjejmë atë, domethënë ky është ai funksioni për cilin ka folur Aristoteli, domethënë kuadër katarsisit, sado që është i paplot në trajtimin e tij si koncept, për shkak se mungojnë disa pjesë, edhe pse tek vepra politika fillimisht e përmendëm, andaj thot tek poetika do t'i rikthehem kësaj, sigurisht që ka pasur një trajtim edhe më të gjerë dhe më serioz. Profesor, sot si e shihni artin bashkëkohor, ka ndryshuar shumë edhe estetikisht ndoshta shumë e ndryshëm prej mendimeve të mëhershme të filozofëve. Po, gjithsesi, domethënë ka ndryshime, ndryshimet janë edhe pozitive, po ka edhe degradime, domethënë unë
në aspektin e filozofisë më tepër jam marrë me postmodernizmin dhe postmodernizmi me një farë forme u jep të drejtë të gjithëve që çdo krijim, çdo lloj qasje ose çdo lloj vepre ta quajnë artistike, domethënë edhe atëherë kur ndoshta aty nuk kemi atë çka është artistike, por që nga prismi i artistit ndoshta është artistike, gjithsesi që thash në shumë fusha ka si themi zhvillime dhe filozofia mundohet t'i përcjell këto në kuptimin e dhënies së një lloj kornize teorike ose një lloj kritike ose një lloj qasje si themi të caktuar për zhvillime të ndryshme, sepse filozofia e dini, domethënë kur çështjet e ndryshme të cilat dalin ose inaugurohen tek në debate, në diskutime ose çështje të cilat më vonë arrin të bëjnë karakter shkencor, kur në fillim askush nuk arrin që ti perceptoj, që ti kuptoj dhe gjithkusht largohet prej tyre, po thonë kjo është filozofi. Domethënë dhe filozofia përpiqet që ta vendosë në ato binaret, si themi, teorik dhe me tutje kur e merr formën ajo më vetësohet. Domethënë ashtu siç ka ndodhur me shkencat tjera, kështu që ka zhvillime interesante dhe ka filozofë të artit të cilët po folja edhe në nivel botëror, të cilët merren me këto çështje dhe përpiqen që të bëjnë atë, siç do të kishte thënë Derrida, dekonstruimin e këtyre si themi ideve ose veprave artistike të cilët në fakt janë pjesë e aktualitetit të sot. Profesor, sa po mendoni që momentalisht një student i filozofisë apo i artit, sepse jemi në atë fushë, sa mendoni që ka të ardhme në vendin tonë, kështu mendimi juaj personal? Besoj që ata duhet të udhëhiqen fillimisht prej asaj çka e ndjejnë në brendësinë e tyre. Do me thënë mos lejojnë atë komercializimin e shijes së tyre, po flas tash në gjuhën artistike, dhe gjithmonë duhet të udhëhiqen nga kjo arsye, sepse duhet të dinë që me rëndësi është diçka që të duash dhe të ndjesh dhe më vonë ta ushtrosh si profesion. Dikur neve na thoshin dy gjëra të cilat ndoshta në jetë nuk mundesh edhe një herë t'u rikthesh, janë çështja e zgjedhjes së profesionit dhe çështja e martesës, por që kjo e dyta tash është bë relative, kështu që profesioni vetëm e parë. Profesioni është një diçka të cilin e zgjedhim një herë dhe gjatë gjithë jetës bashkëpunojmë me të. Do me thënë, edhe një diçka duhet ta dim, tash bota është e hapur, është një lloj fshati global dhe mundësit janë shumë më të mëdha se në të kaluarën. Do me thënë, nëse ne duam një veprimtari, qoftë filozofi, qoftë art, me rëndësi është që t'i përkushtohemi asaj dhe besoj që sukseset nuk do të mungojnë. A mendoni që kemi mungesë të institucion? Patjetër që ka, do me thënë, po flas tash për filozofia më kompetent, gjithnjë më i vogël është numri i studentëve të cilët përcaktohen për filozofi, edhe tek artet pak a shumë e kemi këtë lloj situate, pikërisht nga kjo frikë se çka nesër dhe cilët do t'jenë, do me thënë, e ardhmja, që besoj edhe unë edhe ti e kemi pasur, ndoshta në kalumen, por që mendoj që me rëndësi është të duash diçka, me rëndësi është që ta gjesh veten aty. Do me thënë, atë që e thash kur diskutuam për çështjen e ligjerimit, nëse ti shkon para studentëve dhe me vështirësi pret të kalon ora dhe ta mbushësh vetëm me gjëra formale, do me thënë, atëherë nuk je për atë. Efektet do të jetë shumë i vogël. Besoj te arti është edhe më i theksuar, sepse publiku është ai që konsumon, do me thënë, produktin tuaj, kështu që dyja janë, do me thënë, si veprimtari specifike. Po mendoni që kemi edhe mungesë të stimulimit të nxënësve mos marrë vetëm në fakultete, sepse siç po shohim edhe zanate të tjera, sepse edhe këndimi edhe muzika është një farë zanati. Ne shembull kemi mungesë të muziciantëve të cilët bëjnë muzikë të mirëfills shqipe. E vërtet, do me thënë, stimulimit është në përgjithësi duhet një lloj përkujdesi institucionale më e madhe, edhe pse po them që në kohrat kur kemi studiuar ne ose kur jemi përcaktuar për këto, ndoshta edhe kjo që është tash nuk ka ekzistuar, domethënë, dhe motivi ka qenë shumë më i lartë. Domethënë, është një diçka në të cilën të gjithë ne duhet të punojmë spaku që merremi me veprimtari arsimore dhe edukative, punojmë më tepër në motivimin e gjeneratave të reja. Do me thënë, edhe ato që pikrisht
edukimi ose format të ndryshme të edukimit sot janë në krizë, po folin atë konceptin klasik, pikërisht për shkak të zhvillimeve dinamike të cilët po ndodhin edhe në teknologji, por edhe në gjitha format e ndryshme, dhe kemi një lloj, si themi, mos shikimi i perspektivës, domethënë të rinisë përmes edukimit ose përmes, si themi, profilizimeve të caktuara edukative, dhe kjo është, si themi, shqetësuese, por nuk është vetëm tek ne, kjo ndodh në gjithë botën, dhe besoj që të gjithë duhet jemi vigjilent dhe duhet t'ju paraprim disa ndodhive të cilët ndoshta do të ashpërsohen. Profesor, cili do të ishte për fund mesazhi për gjithë ata që duan të studiojnë edhe filozofinë edhe artin e të bukurën? Diçka se, domethënë, mbeta borxhu në kuptimin edhe me muzikën, sa i përket filozofisë dhe muzikës, gjithmonë, domethënë, kur bëhet kjo bisedë, kujtohet Friedrich Nietzsche, i cili është një filozof bashkohor dhe i cili domethënë është i njohur për mendimet e tija, por që fillimet e mendimit të tij pikërisht janë vepra, ndoshta e parë diku në vitin 1872 e tij është Lindja e tragjedisë nga fryma e muzikës, dhe aty të gjithë ato 10 kapituj i kushtohen domethënë Richard Wagnerit, kompozicionit të njohur gjerman. Në mënyrë taksative thotë që problemi i vetëm serioz me cilën shkenca dhe filozofia gjermane duhet merret është Wagneri, dhe pikërisht e ka pasur atë muzikën e tij si një lloj inspirimi dhe ka qenë me të vërtetë i lidhur me të. Dhe ndallim me artet tjera, domethënë sepse për Nietzsche arti është edhe dionisian edhe apollonian. Domethënë Dionisi dhe Apolloni kanë qenë dy perëndi greke të cilët kanë pasur, domethënë kanë udhëhequr forcat e kundërta, por që sipas Nietzsches tek vepra artistike ato nuk janë në lidhje armiqësore. Pra vetëm tek artistikja ata e gjenë qetësinë. Domethënë, dhe pikërisht Dionisionin e lidh me muzikën, dhe tek muzika interesant e shef atë mundësinë e ekstazës, domethënë, dhe atë mundësinë taksativisht thotë që atë të cilën se shprehim dot me fjalë, domethënë e shprehim me anë të muzikës. Dhe ka dhe një thënie që është shumë perfekt, domethënë e kemi artin të shpëtojmë nga e vërteta. Domethënë pikërisht muzikën ose këto forcat dionisiane të cilët mishrohen në format e muzikës, i shihte si tendencë ose për ta tejkaluar realitetin ose për të mos u ballafaquar me realitetin. Domethënë, dhe e shihte si një mundësi ku kombinohen edhe kënaqësia dhe dhimbja. Domethënë, për Nietzsche kjo është muzika. Aty kemi bashkë edhe kënaqësinë dhe dhimbjen. Domethënë, nuk është vetëm kënaqësi, por edhe dhimbja e cila është prezente, kështu që besoj që është njëri prej atyre mendimtarëve i cili e ka ngritur artin në pjedestalin më të lartë me këtë status që i ka dhënë. Sado që koha kur e shkruan është jo tipike për të marrë me këto probleme, është koha kur janë aktive luftrat gjermano-franceze, dhe ai në hyrje shkruan thotë, derisa Evropa dridhej thotë prej gjëmimit të topave, thotë unë mendoja nëse ka lindur tragjedia nga fryma e muzikës. Domethënë, këtu edhe këtë do ta përfundoj për t'ju rikthy, e akuzon Sokratin për racionalizimin, domethënë të tentimin për racionalizimin e tragjedisë greke, për cilin është domethënë pjedestali më i lartë i artit, dhe thotë që dhe ka një qëndrim armiqësor ndaj tij pikërisht për këtë arsye, sepse thotë me ardhin e Sokratit në fakt humbi ajo artistikja dhe u racionalizua, domethënë sepse tek Sokrati edhe e bukura duhet të jetë në përputhje me arsyeën. Domethënë edhe e vërteta edhe e mira janë në përputhje me arsyeën, por edhe e bukura. Domethënë Nietzsche është kundër këtij racionalizimi. Çështjen cilën ti domethënë e ke për fund të emisionit, unë do ta kisha shfrytzuar si një lloj mesazhi, domethënë për gjithë rinin që të studiojnë atë që në fakt konsiderojnë se duhet ta studiojnë, domethënë para së gjithashtu tek arti vjen shprehje dhe ajo dhuntia e natyrshme, domethënë se secili nuk mund të bëhet artist, por që nëse posedojnë atë me një punë, me një angazhim, besoj që do të arrijnë të jenë të suksesshëm, sepse shoqëria jonë më shumë se kurdoherë ka nevojë për artist, ka nevojë për filozof, për art të mirëfillt, domethënë të cilët në fakt do të bëjnë do të nxjerrin në pat sublimin, domethënë atë shpirtërorën.
sepse jemi duke jetuar në një kohë kur gjithçka matet me materiale. Domethënë këtë shpirtërore, sikur po e harrojmë dhe po mendojmë se arritjet materiale gjithmonë janë ato të cilat janë më të rëndësishme, dhe nëse kemi materiale, domethënë gjitha problemet i kemi të mbyllura, pikërisht një lloj fisnikrimi i asaj ndjesisë, si themi, të cilin e kemi, ose asaj shpirtërores tonë, është mëse i nevojshëm, dhe pikërisht këtë gjë duhet ta bëjnë artistët, filozofët dhe gjithë këta të cilët ndoshta në atë pjedestalin e shoqërisë, në atë rangimin e shoqërisë, ndoshta nuk na llogarisin, por që ne duhet ta japim maksimumin që ta marrim vendin e duhur. Profesor, shumë faleminderit që ishit pjesë. Faleminderit shumë, kisha kënaqësi dhe ju uroj suksese edhe më të tjeshme. Shumë faleminderit. Muzika fisnikoron shpirtin, e ne sot folëm edhe për filozofinë e vetëm për artin. Deri herës tjetër, mirëmbëqjet.